Mungesa e Arbana Osmanit në emisionin Post Ferma VIP, si dhe në festën e organizuar menjëherë pas finales së madhe të spektaklit, ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe ka nxitur një valë reagimesh në rrjetet sociale. Kjo situatë bëri që shumë ndjekës të programit të aludonin se moderatoria mund t'i kishte dhënë fund bashkëpunimit të saj me formatin, ose se mund të kishte lindur ndonjë mosmarrëveshje mes saj dhe produksionit. Për disa ditë me radhë, në portale të ndryshme dhe në rrjetet sociale qarkulluan lajme dhe komente që sugjeronin se Arbana mund të mos ishte më pjesë e Ferma VIP. Këto zëra u përforcuan edhe më shumë nga fakti se emisioni Post Ferma VIP nuk do të drejtojë nga ajo, por nga Floriana Galliu. Për shumë ndjekës, ky ndryshim u interpretua si një shenjë mundshme e largimit e moderatores nga projekti. Megjithatë, së fundmi është publikuar një version krit tjetër i ngjarjeve, i cili hedh dritë mbi situatën dhe vë në dyshim të gjitha aludimet e deritanishme. Gazetari Elton Toza i ka deklaruar se, sipas burimeve të tij, Arbana Osmani ka firmosur një kontratë 5 vjeçare me Vision Plus për drejtimin e Ferma VIP. Sipas tij, kjo marrëveshje është nënshkruar edhe përpara nisjes së sezonit aktual të spektaklit. Nëse ky informacion konfirmohet si i vërtet, atëherë pretendimet për një largim të mundshëm të Arbanës nga formati humbasin bazën e tyre. Një kontratë afatgjatë do të nënkuptonte se moderatoria mbetet e lidhur me projektin dhe për disa sezone të tjera, duke vazhduar të jetë një nga figurat kryesore të tij. Deri në këtë moment nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar as nga Arbana Osmani dhe as nga Vision Plus lidhur me raportimet e fundit. Për këtë arsye, publiku vijon të mbetet në pritje të një sqarimi që mund të japë më shumë detaje rreth mungesës së saj në Post Ferma VIP dhe në festën pas finales. Ndërkohë, deklarata e gazetarit ka ndryshuar rrjedhën e diskutimeve, duke lënë të kuptohet se pas zërave për largim mund të mos ketë asnjë problem apo krisje mes moderatores dhe produksionit të spektaklit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.